Kemi kthyer në pjesën e tretë Top Story, në fund të pjesës 2 Zoti Bujaxhi tha se LSI-ja është një gangrenë e shoqërisë shqiptare, pjellë e një sistemi ama të dy partive të mëdha. Replika për Manjanin. Jo, nuk është replika. Problemi është duhet të sqarojmë dy gjëra që kam përshtypjen që na krijon një keq kuptim dhe do vi edhe tek pjesa e gjykimit politik. E para, unë po flisja dhe po flas për përgjegjësinë publike, ligjore dhe administrative të gjithë sjelljes LSI-s në raport me çështjen Çez. Dhe këtë e kemi stërthënë dhe stërprovuar që kemi qenë dhe mbetemi në favor të interesit publik. Pik. Kjo është historia. Ndaj edhe për të sqaruar gjithë pozicionet e nevojshme, qoftë të LSI-s, nëse gjendet diçka, ka nevojë për hetim. Kjo është një histori që duhet ta sqaroj prapë në mënyrë të përsëritur dhe që t'i vëmë kapak historisë. Sa i takon diskutimit të mbi gangrenën ose gangrenizimin e një partie apo një tjetër. Personalisht mbetëm kritik i gjithë atyre që fajsojnë grupe apo etiketojnë grupe. Etiketimi i grupeve, qoftë për arsye politike apo qoftë për arsye sociale, është një politikë e shekullit 19, e cila ka çuar në tensione shumë të mëdha, apo jo. Ka kaluar luftra botërore për këtë histori. Do nuk mendoj që është një diçka moderne që ti thush një grupi gangren kundër një grupi apo të qush gjithë klasën politike gangren. Se kam përshtypjen që teza e Gjergjit vjen në këtë histori. Politika është një gangren ku ndahet secila në gangrenën e vet. Të bëj fjalë unë merrem në politikë, por nuk e njoh veten për gangren, më thon vërtetën. Në pyqem të jem sa më shumë qytetar që të mundur dhe si puna ime ka plot në politikë. Dhe si puna shumë të tjerë ka plot në politikë dhe nuk mund të fajsohet grupi. Pra nuk mund të thosh një grupi o ju të korruptuarit ose ju maskarent ose ju se ne jemi më të mirë apo këtu se çfarë për të krijuar ide të kësaj natyre. Kështu nga ky pikpamje them që e quaj një teori të gabuar, një rrjeshtim të gabuar të kujtdo që do të merret me politikë në këtë pikpamje. Sigurisht secili është i lirë të gjykojë dhe të komentojë, se ne nuk kemi ardhur të i mbushim mendjen e njëri tjetrit se kush është partia më e mirë. Në pikë jeni dakord të dy. Por që në këtë pikë dua të them edhe një herë që mendoj që kur debatojmë nuk është mirë ta bëjmë një gjë të tillë. Nuk është mirë që të referohemi grupit si një grup, po i the parti politike, një grupi, nuk ka kuptim fjala tjetër nga mbrapa. Partia politike ka, domethënë sot LSI-n e votojnë 260.000 njerëz, dhe nuk janë gangren 260.000 njerëz. S'ka shans të jenë gangren. Partia Socialiste votojnë 600.000, por nuk janë gangren. Natyrisht, a ka fenomene që duhen kritikuar? Patjetër që po. A ka fenomene që lidhen me parlamentarizmin që unë bie dakord 1001% që parlamentarizmi pas vitit 2005 ka marrë goditje të rënd. Pas vitit 2005 ne nuk kemi më republikë parlamentare, kemi republikë qeveritare. Sepse parlamenti nuk arrin të kundërshtojë qoftë një herë vetë me qeverinë. E fundit, për herë të fundit që parlamenti ka rrëzuar qeverinë, ka qenë koha kur Fatosnano ishte në qeveri. Dhe shikoni, kemi probleme shumë serioze, politika patjetër që ka probleme serioze me përfaqësimin, me gjithçka. Por nuk mund të shkojmë në konkluzionet e tipit. Do të quajnë nostalgjik tani. Jo, s'është nostalgji, është fakt, ky është fakt. Republika parlamentare në Shqipëri ka rënë. Kur e rrëzoi parlamenti dhe kërkesën e qeverisë. Këto janë fakte publike. Kështu që në këtë kuptim them që mirë është mos jemi të rreshtuar në këtë pikë. Shiko, atëherë që ka brenda partive politike njerëz ndershëm me dinjitet e korrekt nuk e diskutoj. Unë nuk po flas për individ caktuar këtu ose nuk po them që s'ka të tillë. E vërteta është që në fund të ditës partitë politike garojnë dhe unë nuk jam tani dhe as unë as kushdo tjetër nuk mund t'i futet dhe thotë kjo partia ky është i mirë, ky është i keq. Shoqëria shqiptare sot vazhdon të jetë në tranzicion. Biles tranzicion quhet kot, në fakt kjo është lëngat, kjo që jemi sot. E vërteta është që me mira shqiptar vazhdojnë çdo vit që duan të largohen dhe biles në fakt janë më shumë ata që se kanë mundësinë të largohen në mënyrë më të rregullt se sa ata që largohen ashtu siç kanë ikur. Shumë e vërtetë, po merrem me Çezin, tani të lutem. Domethënë, kjo situatë vjen nga këto parti politike. Punë tjetër që shqiptarët i kanë votuar, përpiqen njëri besojnë njëri tjetrit e tjera. Në këtë mes, unë personalisht nuk të riqem nga ajo që thash. Por kjo nuk do të thotë dhe nuk domethënë përgjigjen edhe për mendimin tim devijove thelbin,
Thelbi nuk ka të bëjë që brenda partive politike nuk ka njerëz ndershëm. Thelbi nuk do të bëjë që në këtë shoqëri nuk ka njerëz të mirë të aftë, është gangrenë, unë jam pjesë e gangrenës, e kupton? Po, atëre puno, lufto dhe ndryshoje. Po, mirë pra, tani çfarë thonë kjo? Unë nuk thash që ti s'po e bën. Ka shumë gjasë që ta kesh konkluzionin e gabuar, e kupton? Mund ta kem, por unë thash mendimin tim dhe mendimi nuk do të thotë që të gjithë njerëzit aty janë të tillë. Nuk thash unë kam Vasjarit Evangjeli, a është mënyra se si u zhvillua ngjarje lidhur me këtë temi afertë supozuar, lidhur me Qezin, pasi mbeti me nden kuadrin e hamendësimeve dhe hetimet sapo kanë filluar. A mori kjo çështje një dimension tjetër edhe për shkak të zërave që ju drejtova të dyve? Zërave gjatë verës që ka një ftoje, sidomos pas zgjedhjeve lokale midis dy drejtuesve të mazhorancës. Pra, a shikoni një ndikim të klimës politike? Sigurisht, kjo është një nga simptomat, ndosë unë vjoj të besoj që çështja e Qezit nuk është produkt aktorës shqiptar. Vjoj të kem të bindje, absolutisht nuk është produkt, nuk është fabul, nuk është histori aktorës shqiptar, është përtej shqiptar. Fakti që çështja e Qezit përfundoi sot, pavarësisht se mund të ishte një votim procedurial, që në fakt nuk është aq procedurial, është një votim politik, përfundon 54-50, realisht në një real politik është 50 me 44, etj. Tregon atë që unë thashë në fillim, që mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, tashmë është krijuar një vorraq, një hendek i madh, të cilin unë personalisht e shikoj të vështirë për tu rekuperuar në terma afat shkurtër dhe afat mesëm, sepse pa afat gjatë, pastaj nuk flasim. Problemi është këtu, që për të rikthyer edhe njerë asaj pse jemi. Unë e gjej me vëmendje zot Manjani dhe thotë që në qendrimet publike të Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk ka asnjë pikë, asnjë çështje, asnjë letër, asnjë kartë, asnjë dosje ku mund ta kapësh. Po është e vërtetë dhe unë ndaj të njëjtin mendim me zotin Manjani, por thoshte Falcone që koha e korrupsionit me letra tashmë është e tejkaluar. Asnjë qeveri, asnjë pushtetar sot nuk është aq naiv, nuk është aq idiot sa të lërë gjurmë në aktet e tij. Ne po themi të korrupsionin politik. Jo. Jemi gjithmonë i qëndroj des. Shoqërisë sot i intereson realisht ky segmentin mes, pra ai korrupsion ekonomik. Dhe ky korrupsion ekonomik, sepse unë jam dakord dhe nuk jam dakord me Gjergjin thotë Lëvizja Socialiste për Integrim është një gangren. Unë thonë është fjalë e rëndë, fjalë e madhe, etj. Ashtu që nuk jam dakord me dhe i thoni ju që na kanë votuar 260.000 shqiptar. Edhe Hitleri na i shumë e votuan, e kupton, por nuk është ky thelbi. Thelbi është që në qoftë se ne në harkun kohë të 6 viteve, 7 viteve, nga viti 2000, 6 viteve, e deri sot, na ndodhe një histori ku Lëvizja Socialiste ose më saktë Zoti Meta, na del si personazh kryesor i disa historive me sfond ilegal, po e them, nuk po përdor fjalë tjetër, këtu ka diçka që nuk ecën. Pra gati, kthehemi tek ajo sentenca marksiste që shumë rastësi përbën një domosdoshmëri, sepse janë shumë, e kupton? Dhe në vërtet, unë personalisht, për formim, për kulturë, unë nuk e konsideroj fajtor zotin Meta. Nuk do e lejo kur vetës ta bëjë këtë gjë. Por ma ka diçka në psikën, në perceptimin e shoqërisë, video e pare dritan Priftit, pavarësisht se gjykata u shpreh ashtu si u shpreh, të garantoj që asnjë qytetar shqiptar nuk e pranon dot që zoti Meta është i pafajshëm. Pra, gjykimi juridik është një tjetër histori. Gjykimi i shoqërisë është një tjetër. Pra, edhe shoqëria brenda përmas saj ka të drejtë që të jap një vendim. Politika është perceptive. Sigurisht. Rikthehemi përsëri këtu. Pra, është një histori që del zoti Meta. Ju besoj jeni dakord me mua. Kastrioti Ismailej, në fakt, nuk ka lidhje me Qezin pëse është në Burgaj tani, është për pastrim barazhe, s'ka lidhje. Por Kastrioti Ismailej e ndërton shoqërinë, kompaninë e tij, për të vjel borxhet e kompanisë më të rëndësishme shqiptare, në arkun kohë të vetëm 3 muajve. Korrik, gusht shtator. Më pak se 3 muaj. Ju personalisht e besoni që një kompani pas një lloj eksperience të kësaj natyre, të marrë përsipër, të mbledh borxhet pa pasur një suport politik ky Kastrioti Ismailej. Nuk e besoj, po është e pamundur.
Tema ime është që shkëni Lirmeta këtu. Unë besoj që thoni edhe një. Unë nuk po them edhe një herë, po nënvizoj. Unë nuk them se zoti Meta shfajtor, zoti Alejo kur vetës. Problemi është që zoti Meta del si personazh në ngjarje, del shumë merr si personazh. Dhe në fakt, nuk është pikërisht kështu, sepse ke Java News-i, ku ne shkruajmë të dy, pak kohë më parë bëra një shkrim që më shijoi me titullin është politika budalla, sepse duke perifrazuar një thënie të hershme dhe të mençur të presidentit Amerikan Bill Clinton, I cili thoshte është ekonomia budalla. Fushatën 92. Në fakt në Shqipëri çdo gjë është politik, edhe kur flasim për ekonominë, edhe kur flasim për këto skandalet. Në fakt, kjo që ka ndodhur me Çezin ka një hetim të dyfisht për momentin dhe pritet dhe shpresohet të ketë edhe një përmas të tretë. Pra ne kemi një hetim penal nga prokuroria, kemi një hetim folklorik, rapsodik, që bëhet kryesisht në parlamentin shqiptar, ku dëgjon lloj-lloj budallalliqesh dhe presin të kemi dhe një hetim ndërkombëtar nëse miratohet ai ligj, sepse palët kanë shprehur këtë dëshirë. Realisht çfarë ka ndodhur? Pse u hap? Kësaj të vërtetë dhe kësaj qase ne I shmangemi. Duke parë këtë mos u shmang, jemi shmangur. Dhe tani ndjes për unë do ta them në epilog të këtij emisioni që ka edhe besoj të paktën sipas meje edhe një sër përgjigjesh për pikpyetjet që nxori zoti Vasjari. Çfarë ndodhi? Ne kemi në Shqipëri një realitet dhe një ekuilibër të caktuar forcash politike të fiksuar që në qershorin e vitit 2013. Në qershorin e 2 vjet më pas. Unë do të thoj që në korrik 2009-s. Po flas për zgjedhjet parlamentare të cilat solli këtë shumë elementi LSI që në fakt që nga 2005 ka përcaktuar kush qeverisë të vënë. Po flas për një gjë tjetër. Pasiva apo aktive? Kjo është tjetër histori. Kjo është sërish një tjetër, kjo është sërish një arsye pse emri I zotit Meta del në gjëra të tilla. Po jo, unë do të thosha diçka tjetër, do ta shifja në një segment diçka më specifik. Në 2015 patëm një realitet të ri. E djatha dhe e majta si bloqe patën të njëjtën distancë, por brenda të majtës kishte ekuilibra të reja. Të gjitha palët e përfshira në garë, mos pandeni se lexuan rezultatin e zgjedhjeve lokale si atë çfarë ndodhi, nuk e pan si një fotografi, ashtu siç po shikohet me një naivitet ekstrem edhe çështja e Çezit. Por e pan me röntgen dhe thanë çfarë do të ndodh me pushtetin dhe raportet e pushtetit në 2017. Pra, u prish ekuilibri I votave brenda të majtës tonë. Edhe një herë, kush mendon se politika është një martesë me dashuri, gabon. Në politik nuk ka pasion, ka interes. Ka marrëdhënie të cilat ngrihen mbi bazën e interesit dhe të pragmatizmit. Dhe ka një lojë shumë normale politike, cilët janë aktorët në garë, në këtë skakierë politike. Është Rama I cili papritur shikon që aleati I tij rritet përtej parashikimit. Dhe natyrisht kjo gjë nuk e le të kënaqur zotin Rama. Është Meta I cili rritet dhe përpiqet që të fshehë ambicien e tij, por natyrisht e dëshmon që do dhe më shumë. Është edhe Basha, I cili nuk është se kupton shumë nga kjo histori dhe papritur një ditë I bie në dorë një dosje. I përcipte dhe si përfaqësor, siç është lexon vetë në faqen e parë. Dhe del në një deklaratë në një konferencë të gjatë shtypi për të folur mbi dosjen Çez, një lloj siç do të fliste po të kishte audio dhe video Skënderbeu kur çliroi Kruja. Thash edhe një herë, lexoj vetëm faqen e parë në moment. Ose ndoshta këshilltarët e këqij të tij I thanë që shiko, meqense në Selin e Shqupit sa më tutje është një kullë e lartë që bën hije ti nuk rritesh dot, bjeri dhe asaj. Dhe zoti Basha nisi një hetim të themi politik të pjesshëm, duke sulmuar Metën, duke tentuar një diversion ndërmjet të majtës, pra duke thënë në këtë majorancë Meta është I keq. Apati e hon, ajo akuzë e Bashës të krau tjetër. Patjetër që pati e hon. Pra, ne temi deklarata e Metës nga Skrapari për aleancën Basha-Rama. Pa arritur deri atje. Pa arritur deri atje. Jemi akoma në fillim të shtatorit. Jemi akoma në fillim të shtatorit. Po pikërisht pra, po të kishim marrë pak më herët ose ta kishim hapur këtë çështje më herët, ndoshta do sqaronim edhe pikpyetjet që po t'ishte halla daj thoni ju. Po, më jo, s'ka mbaruar. Jo, një çast. Dhe në të njëjtën
në të njëjtin moment, zoti Basha kërkon dhe hap një çështje e cila më së shumti dikton dhe dëmton zotin Berisha për veprimtarinë e tij si kryeministër, por dhe për njerëz shumë pranë tij. Çfarë ndodhi në rrjedhën e ngjarjeve? Palët patën sërish në distancë dhe afër. Në distancë dhe afër, patën një matje dhe një qasje forcash me njëra tjetrën. Të gjithë ishin të pakënaqur, të gjithë përpiqeshin të shikonin një ekuilibër të ri, deri në momentin e fundit asnjë opsion nuk përjashtoi dhe kjo prapë është real politik. Real politik e cila bëhet nga një grusht njerëzish, dhe edhe kjo është një gjë shumë normale, edhe me prapasken, me prapavi politike dhe me prapavi financiare, mediatike, si të doni ju. Kjo është normale. Anormale është fakti që nuk bëhet politik në parlament, sepse nuk mund të prodhohet një tjetër. Ndaj po ju them. Mbi një popull që varfrohet çdo ditë, kjo është. Po cili është efekti, do të thotë pse del zoti Meta, se kjo është pyetja. Ajo që ndodhi ndërmjet të gjitha palëve, tentoi që të fajsonte zoti Meta në një histori ku më së paku kishte gisht, për të fajsuar nëpërmjet të tij gjithë partinë e tij, sepse ideja është çfarë ndodh në 2017-ën. Kryetari i opozitës, në mënyrë të përsëritur në një tjetër deklarim, me një ton patetik, por edhe një çik poetik, kështu filloi të fliste gjatë për një tango të fundit në Tiranë të dyshes Rama Meta, dyshja Rama Meta e me radhë. Por do nxjerrësh të gjalpit, e fundit. Shikoni si ndryshoi e gjithë skena. Basha sulmon Metën, Berisha që natyrisht i di më mirë këto punë, sulmonte Ramën. Jo, pa e kuptonte. Se pastaj doli Meta sulmoi dhe Ramën. Ka shumë më tepër. Pastaj doli Meta sulmoi dhe Ramën. Dhe në fakt nëse flasim për fakte, si thot Manjani, i vetmi që nuk e ka sulmuar Metën është Rama, apo jo? Këtë po vazhdoj të them. Berisha që i di më mirë këto gjëra sulmon Rama, sepse drejt ati synohet. Atë mund ta rrëzosh. Berisha Meta në del Meta që tenton, e shikon veten si viktim edhe të paragjykimit të personazheve si Vasjari dhe të shumë kujt tjetër, dhe Rama i cili në këtë histori natyrisht do të ishte i kënaqur nëse aleati i tij do të kishte pësuar një fau. Po, më janë. Por çfarë ndodh në realitet? Fjalia e fundit. Me që më doli rasti Shqipëri. Kryetari Metës apo si analistën? Analist. Tangoja e fundit. Fal, se më doli emri, domethënë tani. Tangoja e fundit. Jo, fal, çfarë paragjykimi kisha unë? Cili ishte paragjykimi im? Jo paragjykim, pikpyetjet e tua nëse do për p. Atëherë po them, tangoja e fundit në Tiranë që zoti Basha e përsëriste shpesh. Ka pasur këtu e 32 vjet përpara, 33 vjet më përpara, një film të jashtëzakonshëm të Bernardo Bertolucci, Tangoja e fundit në Paris. Nga ai film ka një mësim shumë të madh, që politika shqiptare duhet ta ver vath në vesh për çështje hije. Tash jemi dhe vonë dalim tash kush është Maria Shriver dhe kush është Marlon Brando. Di që unë nganjëherë i them ca gjëra kur është vonë. Marlon Brando, i cili ishte në një moshë të nderuar e të respektuar të nuk pati asnjë problem nga ky film skandalos siç u quhet. Kurse karriera e zonjës Schneider, Maria Schneider, u dëmtua në mënyrë të pakthyeshme. Mësimi për klasën politike, për ilacakët e saj, të cilët kërkojnë të ngrenë karrierë, bi vese dhe jo virtyte, vjen sërish nga zonja Maria Schneider. Gjithmonë, qoftë në Paris, qoftë në Tiranë, Maria do ta hajë dyert. Tani për të qëndruar, ose kol lutem, për të qëndruar te tema, tani duhet kuptoj për ta thënë për të qëndruar, domethënë alegorisë. Tani unë dua të di, LSI-ja është Brandoja apo Maria Schneider, se këtë s'po kuptoj. Po se kuptoj, po e shikoj pra. Po të thosha, po kush është pam thoj, kush është se pyetja lind, përse del Lulzim Basha qellon në të rast. Përse del zoti Meta, pyetja esenciale, diskutimet e tjera janë pa sens. Thelbi është ky. Përse del zoti Meta? Ja ky është problemi. Po nuk u shpjegova si gjë, kupton ti humore me Marlon Brando dhe Maria Schneider, do të një histori që kemi parë 100 miliardë. Po kërcëndon. Tani ose do të bëjmë analizë politike ose do të bëjmë politikë me analizën tani. Çështja është përse del emri zotit Meta? Unë nuk i lejoj kurrë që zotin Meta ta shpallë fajtor. Çështja është përse i del emri në gjithë rastet, gjithë faqe. Sinqerisht nuk e dëgjoj. Jo, për një minutë më po. Unë e ritransmeton, po ta dëgjoj edhe një herë me vëmendje këtë gjë.
na gjë pak më politike se sa analitike. Tani, çështja është këtu. Sinqerisht, e vlerësoj komentin tuaj dhe analizën tuaj, sepse vërtet e ngrenë në nivel politik dhe perceptimit publik, sepse në fund ditës perceptimi publik është ai që na voton. Apo. Pse del Ilir Meta? Kjo është problemi. Ilir Meta në karrierën e tij politike shquhet si politikan me lëvizje të forta. Jemi realist. Është kryeministri i cili arrestoi qoftë për para kohës Ali Berishën për shembull, se ka bërë njëri. Shoqëroj. Me forcë. Shoqëroj me forcë. Por pa gjeti një zgjedhje, në çështje praktike, e cila ose ta zëmë edhe brenda Partisë Socialiste, ku kanë qenë edhe historitë e Poliçanit në atë kohë apo jo. Ilir Meta gjende gjithmonë deputeti pa imunitet, pra politikani i lëvizjeve të forta. E vërtetë është goditur që në 92-shin në shesh imunitetin. Për lëvizjeve të forta, opinioni publik nuk është e thënë të ndjek me të njëjtën ritëm. Jemi realist, se nuk të ndjek turma me të njëjtën ritëm. Është shumë e vështirë kjo gjë. Aq më tepër kur mendimi politik dhe jo analiza e ftohtë që bëni ju që unë e vlerësoj për hir të vërtetës. Por analiza nganjëherë merr nocione personale dhe fillon dhe futet në opinionin publik dhe ngulitën thellë sa gjëra edhe të paqëna për të krijuar perceptim të gabuar. Dhe në politikan me lëvizje të forta, kjo është një sfidë shumë e vështirë. Për të qenë realist. Kjo është e vërteta kësaj historie. Ose koalicioni PD-LSI, një koalicion i sforcuar. Jemi realist i sforcuar, por i diktuar nga rezultati zgjedhjeve. Edhe kjo duhet jemi edhe në këtë duhet jemi realist. Po aq i sforcuar dhe për SLSI në këto kuota ku jemi, po aq i sforcuar. Madje më duket shpeshherë më organika me gjithë porkeritë e tij që bëri. Po ky, dakor. Por ama në kuptimin politik ishte i sforcuar. Tani vim tek SLSI, çfarë ka ndodhur? Sigurisht unë e kam thënë, unë jam në kryetari i partisë dhe e kam thënë dhe vazhdoj të jemi i bindur në këtë histori që populli shqiptar, elektorati shqiptar në mesazhin elektoral që jep, pavarësisht numrave, e lëm dhe këtë, ose pavarësisht mënyrave se si bën zgjedhje që është e diskutueshme, është e kritikueshme, patjetër jam i hapur edhe për këtë pjesë, ti e din shumë mirë në këtë pikë, apo për krizën e përfaqësimit që patjetër që ka tema, por këto janë tema tjera. Ç'a na jep, kush është mesazhi? Mesazhi është që asnjë parti e vetme nuk duhet qeverisë vendin. Këtë mesazh ne e kemi marrë të paktën që pas 2005-s qartësisht. Qartësisht. Që do të thotë, këtu u zhvillua dhe lindi realisht ideja për një forcë të tretë, dhe këtu ka luajtur fort Zoti Meta dhe LSI-ja, për të krijuar idenë e një partie balans, e cila në qarqet e thashëthemeve të kafeneve apo qoftë dhe të studiove televizive, kjo quhet shpesh herë korrupsion, po hyn qeveri për të vjedhur. Dhe kjo është një perceptim që është shumë vështirë të luftosh me të, jemi realist, po është i padrejtë. Jemi realistisht i padrejtë. Dhe ku do ta kapim historinë tani? Është i padrejtë që LSI-ja fut njerëz në punë, duke shkelur ligjin, duke hequr njerëz, duke shkarkuar, duke emëruar, duke u premtuar njerëzve dhe punësim, parulla për punësim, nuk është zhvillim ekonomisë, po është punësim në institucione shtetërore. Do të thonë populiste. Këto nuk janë populizëm, këto janë fakte reale që të gjithë shqiptarët, sepse shiko, ne jemi vend i vogël dhe nuk ka asnjë nga ne, as ata që po na dëgjojnë këtu në këtë sallë, as ata që po na dëgjojnë në televizion, nuk kanë një mik, një kushuri e tjera, të cilët janë emëruar dhe punësuar në këtë mënyrë. Tani ne po tallemi, po gënjejmë veten tonë. Një publicitet dhe shkejt themi te batutat e fundit, tek fjala e fundit, shpejt publicitet dhe kthehemi në pjesën e fundit.